Në këtë video, miq të dashur, do të ketë shumë informacione me rëndësi, ndaj shikojeni me kujdes deri në fund, sepse ka të bëjë vërtet me secilin prej nesh që jeton në Gjermani. Me 10 korrik është miratuar reforma më e madhe në shëndetësi në disa dekadat e fundit. Qeveria thotë se me këtë reformë është evituar kolapsi i sistemit shëndetësor, por fakti është që brenda vitit 2027 duhet të kursehen 8 miliard euro e një pjesë e madhe e këtyre parave do të paguhet nga të siguruarit, pra nga të gjithë ne. Në vazhdim, unë do t'ju njoftoj me disa nga ndryshimet kryesore, ndaj shikojeni me vëmendje deri në fund. Pas 22 vitesh ndryshon çmimi që duhet të paguajmë për ilaçe me recetë. Deri tani, barnat me recetë i kemi paguar 5 deri në 10 euro, varësisht nga ilaçi, ndërsa në të ardhmen çdo ilaç do të paguhet 7 euro e gjysmë deri në 15 euro. Shërbimet homeopatike nuk do të mbolohen më nga sigurimet shëndetësore. Kontrolli preventiv, pra parandalues për kancerin e lëkurës, pavarësisht simptomeve, ka mundur të bëhet deri tani pa pagesë një herë në 2 vite. Kjo do të rishikohet, thuhet në ligj. Subvencionet fikse për protezat dentare do të ulen nga 60% në 50% të kostos, por kjo nuk vlen për rastet sociale. Për personat me të ardhurat të larta do të rriten kontributet me 300 euro në vit, 300 euro të tjera, pra nga viti 2027, e do të ketë kufizime për sigurimin falas të bashkëshortëve apo partnerëve të bashkësiguruar, që ka shkaktuar më së shumti debate. Sipas ligjit të ri, bashkëshorti apo bashkëshortja mund të jetë e bashkësiguruar pa pagesë shtesë nëse ka fëmijë nën 12 vjeç. Bashkësigurimi pa pagesë vlen edhe për personat me aftësi të kufizuara, për pensionistët dhe për kujdestarët e familjarëve në nevojë. Kjo nuk do të thotë se të tjerët do të hiqen nga sigurimi, por nga viti 2028 për partnerët që vazhdojnë të jenë të siguruar, do të aplikohet një kontribut shtesë prej 2.5%. Me një fjalë, sigurimet për të bashkësiguruarit do të shtrenjtohen. E ndryshimet do të ketë edhe për disa operacione. Për shembull, nëse duhet të bëhet një operacion për vendosjen e një proteze të gjurit, do të kërkohet edhe një mendim i dytë mjekësor, sepse këtu ka dyshime për keqpërdorime apo më mirë të them për operacione ndoshta edhe të panevojshme. Për sëmundjet afatgjata do të mundsohet puna me kohë të pjesshme gjatë pushimit mjekësor, pra varësisht nga sëmundja. Pacienti mund të punojë me 25%, 50% ose 75% të orarit javor nëse bien dakord punëmarrësi dhe punëdhënësi. Këto janë pra pak a shumë ndryshimet për pacientët, por do të ketë edhe ndryshime dhe kufizime të tjera. Për shembull, do të kufizohet rritja e pagesave për mjekët, për klinikat dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve shëndetësore. Farmacitë dhe industria farmaceutike do të përballen me rregulla më të forta për zbritje dhe rabate, kështu thuhet në ligj. Shpenzimet administrative dhe ato të marketingut të sigurimeve shëndetësore do të kufizohen, ndërkohë që sigurimet nuk do të jenë më të detyruara të informojnë veçmas të siguruarit për rritjen e kontributeve shtesë, gjë që ka shkaktuar kritika të shumta si një lloj shkelje e të drejtave të qytetarëve. Po, çfarë do të kontribuojë shteti më shumë për këtë reformë? Qeveria federale do të rrisë financimin për kostot shëndetësore të personave që marrin ndihma sociale. Për vitin 2027 do të jepet 1 miliard euro shtesë nga taksat, kuptohet, në vend të 250 milion eurove të planifikuara më parë. Por në përgjithësi, subvencionet e shtetit për sigurimet shëndetësore do të ulen nga 14.5 miliard euro në 13.1 miliard euro nga viti 2027. Po a mjaftojnë të gjitha këto masa dhe a do të ketë shtrenjtime të tjera të kontributeve për sigurimin shëndetësor që e prek pra secilin prej nesh që jemi të punësuar? Qëllimi është që të mos ketë rritje të kontributeve,
por ekspertët thonë se kjo nuk është tërësisht e sigurt. Kjo mbetet të shihet pra, por ajo që dihet është që koalicioni në pushtet ka paralajmëruar se do të ketë ndryshime edhe për sigurimin e kujdesit psikoterapeutik. Por për këto masa do të trajtohet një ligj i ri dhe ato do të miratohen pas pushimeve të verës të parlamentit, të cilat kanë filluar edhe zyrtarisht tani. Sidoqoftë, këtu janë pra disa nga ndryshimet kryesore që do të vinë me paketën e re për sigurimet shëndetësore. Nëse keni ndonjë pyetje, ju me siguri që mund ta bëni këtu në video dhe do të përpiqemi ta shpjegojmë së bashku sepse ligji sjell disa ndryshime të mëdha. Ndaj, nëse doni, abonohuni në kanalet e mia, shpërndajeni këtë video sepse me siguri që ka edhe shumë të tjerë që janë të interesuar për këtë reformë, ndërsa unë ju falenderoj shumë që jeni me mua dhe mirupafshim së shpejti me informacione të tjera.